Ata shumë grindje kanë pas, shumë debate kanë pas. I thashun po tila bini. Jo thënë kam gjithë natën tha që e kërkoj, tha se kemi ba dhapë, tha dhe m'ka ik. Po shkoj tha ke shpia Sonile, sa se ma thash tha tila tha ke Sonila. Se vajza thash ka ke ndortane, unë nuk di, thash se që e ki bati fëmis tem thash. Romina tha, kimi kem tha ke mami tha, me një lokal tha po pishim kafe tha. E thot Nertila, Sonila që kështu jam zi me Beni, edhe si shtregon të Romina, ma betet i kishin bo për Maqedonik, tha. Në 12 ditë im në telefoni, doli qune të e kërku, kisa ne, 2 herë gënjeu Nertila, 1 herë gënjeu Sonila, 1 herë gënjeu qunin. Si që tuket Beni, i ka i qetë ato, i ka i qetë ku janë. I ka marrat natë. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do sjell 2 histori, pasi të dyja historitë kanë lidhje me njëra tjetrën. Do të flasim për 2 shoqe të ngushta, të cilat humbën, u larguan nga banesa e tyre dhe familjarët janë ende në kërkim dhe pse ka kaluar plot 20 vite. Bëhet fjalë për Sonila Kreziun dhe Nertila Osmani dashur miq, 2 vajza të reja, 24 vjeç në marsin e vitit 2000 kur u larguan dhe nuk dihet asgjë për fatin e tyre. Do të kem sot këtu në këtë live 2 nënat e vajzave, do të kem zonjën Lumie, që është nëna e Nertilës, dhe Lirien, që është nëna e Sonilës, të cilat do t'rregojnë ngjarjen dhe çfarë mësuan ato për vajzat e tyre. Do hap fillimisht dritaren për nënën e Nertila Osmanit, zonjën Lumie, e cila jeton jashtë kufive të Shqipërisë, ndodhet në Francë. Do t'rregoj momentin se si u nda me të bijën, e cila në atë kohë ishte bërë nën. Nertila la vajzën e vogël tek nëna e saj dhe u largua dhe u zhduk, dhe pse dyshohet se pati një konflikt me bashkëtuesin e saj. Hap dritaren dhe ftoj menjëherë zonjën Lumie. Lumie, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Jemi të dyja së bashku në këtë live, pasi fatkeqësisht kanë kaluar shumë vite. 20 vite që ti ke vajzën tënde të humbur, Nertila Osmani, dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj, por jo vetëm me fatin e Nertilës, por dhe të mikes së saj Sonila. 2 vajza të reja që u zhdukën në Tiranë. Unë dua ditën e sotme dashur Lumie të risjellim në fokus historinë e vajzës tuaj dhe të ndalemi te data 11 mars 2004. Si humbet i kontaktet me Nertilën? Ju në atë kohë jetoni të kryeqytetit në Tiranë. Atë ditë kishim një ditë sa ishim kthyer nga Shkodra. Po. Nesër ishte ora 3 sa. Mori Benin telefon. Beni ka qenë bashkëshorti i vajzës tuaj. Po, Arbeni, po. Po. E morin telefon, i tha Tila tha vishu tha dhe dalim, tha pini kafe tha. Okej, tha Tila, në atë moment Tila u fut dhe me thonë dosh bani një dosh. Prapë e morin telefon si ishte rruga të ushtru. Edhe i tha, po të pres ta ke rruga kryesore, tha, se nuk mund ta fus makinën, tha, për mrena. O vesh Nertila doli, tha, mami nuk vënohem, tha, mu, tha, se sa të pi kafe, tha, dhe të bleta ne ushqim, tha, për gocën, tha. Sepse duhet theksuar Lumie që Nertila la dhe një vajzë të vogël, ku e keni rritur ju vajzën Nertilës. Po e kam rritur, u ba 22 vjeqe, dita. Por çfarë ndodhi më pas? Atë e mori bashorti në telefon, pra baba i vajzës, dhe i tha që të vishej që do konsumonin një kafe. Çfarë ndodhi më pas? Po, dhe me thanë dole në atë ditë, ka qenë ora 8 e darkës, mi vjen ai komshiu se kemi qenë me një banesë shtëpi private. Po. Dhe telefonin tim e mori Nertila, se s'kishte Tila telefonisht e prish. Edhe me morin telefoni qunim, tha, Lume tha, mori tha Tila në telefon, tha thuj mamit mos u ban me rak se sante nuk ve. Edhe unë mlolla me anë, thash me Benin do e thash. Në ato kohë vajza juaj jetonte me burrin apo jetonin më vete? Jo, Tila jetonte me mu, kurse Beni jetonte në shtëpi vet. Por pse nuk kishin krijuar familje të jetoni së bashku? Kanë pas, Odeta, kanë pas shtëpi me Tiranë Laprake. Por çfarë kishte ndodhur mes Nertilës dhe burrit të saj? Për zotin Odeta, çfarë më thanë në shkreta? Ata shumë grindje kanë pas, shumë debate kanë pas.
Nuk di që të them, unë di që ka dalë tila atë natës, më kthy ma, edhe nuk di si që i ka ndodhur në jetën e saj. Prej ati momenti nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e Nertila Osmanit, që në atë kohë ka qenë diku tek 25 vjeç. Por në momenti që vajza nuk u kthye as ditën tjetër në shtëpi, ti u vendose në merak dhe fillove të kërkoje, por babai i mbesës tënde, pra bashkëshorti i Nertilës, çfarë të tha Arbeni? Në nesër Odeta, në nesër, ka Arbeni ka kenë ora 10 e mjesit. Po, Edhe ma ka hap derën, si kur do të më mbroj, si kur do të më hymi një vend me një fori shumë të madhe. I thashun po tila Beni, jo thënë kam gjithë natën tha që e kërkoj, tha se kemi ba dhafë, tha dhe më ka ik. I thash si ka ik Nertila, thash, ku ka gozim tila, thash me ti këty për i durve tuja, thash herë. Atëherë më tha mu, tha pashkejt e Sonila, tha se mas ka shkujt e Sonila, tha dhe ka firë, tha aty atë natë. Iko dhe ke Sonila, erdi prapë. Dhëndri ju tregoi që ata ishin zënë atë natë dhe Nertila kishte ikur. Pa. Ai e kishte kërkuar dhe se kishte gjetur. Pa, dhe me thanë ishin zënë, tila i kishte ik, edhe tha kam dorë, tha kam kërku gjithë natën, tha se kam gjithë, tha kërkum, tha. Po shkoj, tha ke shtëpia Sonilës, tha se mas është tha tila, tha ke Sonila. Sonila Kureziu ishte mikesha e saj e ngushtë në atë kohë. Po kanë kenë shoqët e dyja. Që fatkeqësisht edhe sot Sonila Kureziu rezulton e humbur. Të dyja janë të humbura që prej 11 marsit të vitit 2004. Por kur ai vajti dhe kërkoi te shtëpia e Sonilës, çfarë mësoi? Iku ke Sonila, ai ka dali vaj, ai ka dalë motra me të rret, Odeta. Po. Erdhi prap ke unë. Tha, as tila, as Sonila, tha, nuk kanë shku, tha mranë, tha, ke shtëpia, tha. Dhe me tha, as Sonila si ishin shtëpia të natë. I thash, Beni, thash, unë do pres, thash, 2 ditë, 3 ditë, thash, unë do shkoj të bëj denuncimin, thash. Se vajza, thash, ka kenë dortane, unë nuk di, thash, si që i ki bati fëmijës tem, thash. Rritha 3 ditë, tha, mas bën, tha, denuncim, se nuk është, tha, nej minorene, tha, është 24 vjeqe. Mas 4-5 ditëve erdhim, tha mush, ka bëni denuncimin, tha të shqipë, kam kërku gjitha, ne tha nuk e kam gjetë. A ju tregoi juve partneri vajzës, zoti Arben, për çfarë ishin ngrindur atë natë dhe në çfarë vendi të Tiranës ishin takuar bashk? Ja, nuk më tha si gjë. Kemi kenë, tha, në lokal, tha, kemi pi kafe, tha, aty, tha, kemi ba lafe, tha, dhe miku, tha. Por orën, se çfarë ore ishte ndarë me të, ju tha diçka? Dhe me thanë tila, kur ka marrë mu atë natë në telefon, që i ka thanë ty mamit nuk visante, Po. ka kenë ora 9 e gjysë e darkës. Edhe unë më loma me në thash me Beni, thash se me atë doli. Por u zbulua Dhe që ajo dita s'ka pas shanse era, që ti ikte nga Beni nga durët. ju dyshonit e partneri i saj, të Arbeni, se ndoshta ai ka gisht në zhdukjen, ai ka pasur gisht në zhdukjen e vajzës? O dita me të thanë drejtën, dhe me thanë tila ka ik me 1 muaj të mars. Beni ka ardhë, i dit pa i dit jam më interesu. Sa i thash o Beni, kur s'din gjatë, i thash që i rrugëve. Ku do di unë, thash që jam e fëmijë të vogël në shtëpi. Unë s'kam thash as telefon, thash, telefonin tem të din shumë mirë se e mori tila. Tha unë e kam kërku, tha, për nuk po e gjetha kërkon, tha. Por telefoni i vajzës, ku rezultoi fikur? Pra, telefoni juaj, sa ajo kishte marrë telefonin tuaj. Dhe me thanë, në nesër e kam provu unë telefonin. Po? A kupton, se prita dhe në nesër, thash do vi. Në nesër e kam provu, dhe me thanë, kry 5 minutash, kry 10 minutash. Dhe me thanë, që ditën që ka ik tila dhe që deri me ditën tha që a ba denuncimin polici, unë s'kam rreshtu i ra telefoni. Telefoni ka keni fikun që atë nato dhe ta. E dashur Lumie, nga kërkimet që ju bët, çfarë mësuat? Me kë ishte takuar vajza juaj atë natë? Ishte takuar me Sonila Kureziun, me shoqen e saj të ngushtë që dhe ajo është e humbur? Tashi unë me fjalët e Rominës o dhe ta. Të motrës së Sonilës, po? Romina tha, kimi kem, tha, ke mami, tha, me një lokal, tha, po pishim kafe, tha. Romina tha, dhe me thanë që na mori Danja në telefon, edhe na tha që ku jeni, sikur i kishte thënë Sonila, jam ke mami, tha, ti një lokal po pi kafe. Do vish ke lokali, nuk e di se që lokali kanë kenë, se jam me Ilda Shabanin. Po?
E ishte thanë Sonila, ja po vim. Kur kanë shku te lokali, pas kanë gjetë Tilen me fjalë të Rominës, Çfarë ka treguar motra e Sonilës? Pas kanë gjetë Tilen aty, Po. I ka thënë Sonila se në atë kohë Tila me Solinën nuk fliqin. Ka qenë Nuk i di arsyet se për çfarë ishin zënë. Edhe i kishte thënë Dania, nga që nuk flet me Sonilën, të thash jam me Elden. Pranaj, tha Romina, tha urme, tha me i tavalin, tha, prosit me tha kafe, tha. Dania i kishte thënë Rominës, të lutem, shko ke tavalina tjetër, sa të bëjmë disa muhabete. Po, e qartë, po. Se kjo është një dëshmi shumë e rëndësishme, që e ka thënë motra e Sonilës. Pra, është motra e Sonilës që edhe Sonila është e humbur dhe vajza juaj është e humbur. Pra, atë mbrëmje, vajza juaj Nertila është takuar me Sonila Kureziu dhe me një person me emrin Dane nga cili qytet i Shqipërisë. Ai nuk e ka Dane, Odita. Si ai ka mbiemrin Dane. Mbiemrin e ka Dane. Po, ai e ka Alban Dani. Alban Dani, po. Pasi janë takuar në një lokal këtu në Tiranë, kanë diskutuar për muhabetet të cilat nuk janë zbuluar deri më sot. Po. Dhe i thash Rominës, me Romina që muhabetit banen. Në ata momente, tha, që kam kënë të avalin me ta, Tila, sigur i va thanë Tila, që ja mundesh me na qunë Macedonit, partin punojmë në i kom, se unë kam ba lafi me Benin, edhe po qanë të tha Tila. Kam ba lafi me Benin, tha, edhe kam frik të rikto. Në të kohë Dani ka thënë Rominës, merë kafin me vete dhe shkollët e i lokali aty. Se qa ma betja bati o deta, unë nuk di gja. Ma thënë e tha Romina, kina maru, tha kafin, tha, na ka qurë Danja, tha der ki shpia. Ki shpia Sonilës. Po. Aty tha Jovana, tha ke i kafe, tha, se kush e mori, tha Sonilën në telefon, tha, i tha prit se erdme. Pra, e dashur Lumie, se duhet sqaruar dhe të kuptohet qartë. Ato që ju ka thënë juve, partneri vajzës, që ne jemi takuar, kemi pirë një kafe, jemi zënë dhe Nertila më ka ikur, duket një histori që është e vërtet, se këtë gjë ta ka faktuar edhe Romina, motra e Sonilës, që vetë vajza juaj Nertila ishte duke qarë dhe ishte shprehur se ishte zënë me partnerin e saj. Me partnerin e saj, po. Por të dyja motrat Kureziu, së bashku me vajzën tuaj, Nertilën, kanë britur në shtëpinë dhe më pas ka ardhur një telefonat tjetër. Dhe me thënë, kanë shku në shpi, kanë pi prap ke kafe, se kush e ka marrë mësën e Sonilën në telefon, i ka thënë prit se erdme. Aty o dita kanë dalë, edhe nuk janë këthy ma. Romina thënë, 12 natës, thë, më ka marrë, thë, Sonila në telefon, 12 natës. Flasim gjithë një për datën 11 mars 2004. Po njëtë natë. Po? E pas ka marrë Sonila në telefon, i ka thënë Rominës, Romina thuj mamit që sante nuk dim një se jena kë shpia. Ka shka kenë muhabeti, as nuk dim gjatë që ka nëllë, që s'ka nëllë dita. Por personi fundi që ka telefonuar Sonilën dhe ka marrë me vete dhe Nertilën, të dyja janë larguar dhe nuk janë kthyer më në shtëpi dhe nuk dihet çfarë ndodhi me fatin e tyre. A mundi do të Romina të zbulonte se kush makine erdhi i mori dhe kush ishte personi? Nuk e di o dita, ne kur kemi kënë edhe në prokurori, kina pas prokuror Shlirim Hasin duket. A përparim Hasin, nuk e di si e kaj. E qartë. Edhe i tha Rominës, kush të mori në telefon? Nuk e di, tha kush me mori në telefon, të më tha thuj Sonilës, tha, të dalin me pi kafe. Për mirë, tha, i tha prokurori, e ke tha numrin e telefonit, nuk e menova që të ndodhi kjo gjatë, tha, unë e fshiva tha numrin, tha. E dashur Lumia, pas gjithë kësaj ngjarje që ju zbuluat pas humbjes së vajzës, që u dyshua se një person i panjohur deri më sot ka marrë të dyja vajzat, si vajzën tuaj Nertilën dhe mikeshën e saj Sonila Kureziu, ju mësuat të tjera informacione, qoftë dhe në kuadrin e tash e themeve, se ku mund të kishin vajtur vajzat? Po? Nga motra Sonilës, dhe me thanë që me Benin është zi, Tila i ka ikë edhe janë taku në darke me Danen.
Jo, pas gjithë kësaj ngjarje që ti mësove nga Romina, a mësua të tjera informacione se ku mund kishin shkuar vajzat? Jo, Romina, jo, Odeta, asnjë. E dash Lumie, nga informacioni që kanë britur dhe ne bashkë kemi folur dhe pas kuintave, gjithnjë dyshuar se të dyja vajzat, të cilat ishin bashkëmoshatare, 25 vjeç ka qenë Ertila dhe po 25 vjeç ka qenë dhe Sonila, kishin përfunduar në Divjak. Gjithnjë është hedhur pista se vajzat kanë shkuar në Divjak me një person atë natë. Atë nuk e di Odeta. Nuk e di atë ngjarje fare se ku kanë shku. Çështja ende po hetohet për dy shoqet e ngushta të zhdukura në kryeqytet marsin e vitit 2004 dhe pista kryesore që tashmë po hetohet dhe nga prokuroria e krimeve të rënda këtu në Tiranë është pista e Divjakës, ku bëhet fjalë për një emër shumë të njohur për drejtësinë shqiptare, por që ai nuk jeton më, është vrarë nga grupet kriminale. Dyshohet se ky person ka marrë të dyja shoqet dhe i ka çuar në Divjak. Që e dëshmoj ajo zonja. Ju si nën, çfarë dyshoni rreth edhe këtij informacioni? Odeta, me të thënë drejtën, unë se tempen e kam njoft. O, ju e bët publik emrin. Po, pra të bëhet fjalë. Unë e kam njoft se unë se tempja vite për ditë ke shtëpia në Ertiles. Dhe me thënë, Beni vite për ditë me qunet e gjajës vetë dhe me shokët e vetë ke shtëpia në Ertiles. E vishin Benin deri ke shtëpia, stërmoshin i kafe dhe ikshin. Çfarë kanë me shtëpinë Laprake. Çfarë marrëdhënie ka pasur vajza juaj me këtë zotëri në fjalë? Me së tempen? Po. Jo, s'ka pas fare marrëdhënie, vetëm se ka kënë shok i Benit. Ka kënë shok i Benit. A mendoni ju se një shok i partnerit të vajzës mund të ketë bërë keq të dyjave? Për zotën Odeta, me ta thënë drejtën, se dëshmia dhënë sikur atë natë e ka vrarë Tilën edhe Sonilën. A dhënë dëshmia kështu, atë natë që i ka marrë, atë natë janë vranë. Po, kështu dyshohet dhe dyshohet se të dyja vajzat mund të jenë ngroposur në dunat e Divjakës, por e vërteta nuk dihet. Odeta, unë kam pas shumë telefonata, deri që Beni ka vdek. Deri që Benin e kanë vranë. Sepse edhe partnerin e vajzës tuaj, Benin, e kanë vrarë pas sa vitesh nga humbja e Sonilës? Benin e kanë vrarë kryt vitit. Tila ka ikë në mars 2004, Benin e kanë vrarë në 2005. Ndërkohë, gjatë saj periudhe, çfarë telefonatash kanë britur tek ju në familjen tuaj? Kam pas shumë telefonata, Odeta, nuk më përgjigjeshin. Bele ka paken edhe i telefonat. Po. Ka kenë ora 2 e natës. Pa ka qenë 6 muaj para se kishte ikë Tila. Po. 2 natës, vetëm i kam thënë kush je, ma ka mbyll telefonin. Më ka marrë prapë në telefon. I thash, alo, kush je, vetëm se më ka thënë, alo mam, Tila jam. Por nga ky zë që të ka thënë Tila jam, mas 6 muajve të ikjes në Ertiles. Se është shumë e rëndësishme që pas 6 muajve të ikjes së vajzës, ty ka mbritur një telefonat dhe ke dëgjuar zërin e një vajze, por angjasonte me në Ertilën? Original Odeta, sikur me pasi tash në Tavalin. Pra ne nuk besoj se vajza jeme ka bërë krim Benin vajzën teme. Sepse bie poshtë dëshmia që ka mbërritur edhe informacionet që vajzat mund t'jenë marrë nga Tirana, janë dërguar në Lushnjë, në Divjak, janë mbajtur peng, mund t'jenë vrarë. Nëse ty të ka mbërritur një telefonat 6 muaj pas humbjes së vajzës dhe ti e ke dëgjuar mirë atë telefonat, ka qenë zëri vajzës tënde dhe të ka thënë mami jam në Ertila, alo mam, tha jam Tila, tha. Beli thash, folimi ma mamit, thash, thuj mamit kusht ka marrë, thash, se vetëm mami, thash. Hapo dhe, thash, hapo grok, mami, thash, nuk flet. Nuk më foli fare, Odeta ma mylli telefonin. Ishte një numër anonim, apo ju mori me një numër për Jo, ishte anonim. Bela dit, nene se kam shku direkt në polici, takova
takova të krimeve. Po, shefin e krimeve. Që ishte gru, ka kënë një gocë e rejnë, dhe me thënë atë kohë. E qartë, në komisariatin ku ti jeton, po? Pa, i tregove, i thash, tuk, thash mua betin. Hapi dhe dosjet, aja i pavi. Tha, ma jep numërin, thash, unë e kam pa numër, i thash. Ishte, ka kënë koja, o dita në atë kohë që ju nuk delshin numrat, nuk delshin ato telefonatët pa numra. E qartë, ka marrë me privat, po? Tha, shumë e vështirë, tha me e gjetë, tha. A shumë e vështirë, tha me e gjetë, tha. Pa ti thuj, tha shqyqyrë, tha që e pas ke gjathat, pa pas ka lanë, tha një lajmë. Thash, lajmin ma ka lanë, pas pa di, thash që lajmi është, thash. Nuk pa di ku është. Ne kërkime kemi bërë, tha, kemi kërkua ne, kemi kërkut ne, nuk kena, dhe me thanë qypsh, ne pistë, se këndallet. E dashu Lumie, nga jo telefonat 6 muaj pas humbjes vajzës, që ti dyshon që ka qenë ajo, të tjera informacione kanë britur në familjen tuaj? Jo, dhe me thanë zanin, vetëm një ditë e kam një gjurë dita. Masa ne kam pas vetëm telefonata anonime. Vetëm telefonata anonime. Ma mashin telefonin vesh, nuk mjefshin përgjigje, e fikshin, unë flitë sa bëllë ma temen, flitë sa Otila, jeti, foli mamit, foli Dajane, si thëshon. Ata për nëna Dajanin me qati që në i gjashzanin, atë ka marrë mali për Dajanin, i thëshon. Për vajzë. Sa flis një tjerë që flis të dhaja, fare, vetëm e fikë të telefonin. Sa vjeqë la vajzën? 1 vjeqë më ka lënë në dita. 1 vjeqë. Me 9 mars ka ba Dajana 1 vjeqë, me 11 mars Pila ka ikë. Vajza sot është rritur, 21 vjeqë i bjetjet. Atë baj 21 vjeqë, ashtu edhe me djallë. Ka kryuar familjen e saj. Pa, dita pa. Dhe ma vjen keq që Dajana është rritur pa imazhin e nënës, edhe pa imazhin e babait. Pa të nënës edhe pa të babës. Se dhe babain ja vran 1 vit pas humbjes së nënës. 1 vit, aq. 1 vjeqë ma ka lanë Pila, kur ka dek Beni, goca ka kënë 2 vjeqë. Por babain pse ja vran? Nuk e di, o dita thojnë për lojnat e fatit, nuk e di. Me të rejtë. E dashu Lumie. Lojnat e fatit, sikur pas ka marrë. E kuptoj. E dashu Lumie, ti vetë si nënë çfarë dyshon? Nga gjitha këto informacione që kanë britur në familjen tënde, nga gjithçka që ti ke mësuar për vajzën tënde Nertilën, ti vetë çfarë dyshon? Nëse e do ndodhe diku, çfarë e pengon 20 vite mos kontaktoj me ty, me të bijen që besoj vajzën ajo e ka dashur? Normale, o deta po. Tashin unë nuk mund vetë dorë as ke Beni, as ke Danja. Noshta ka bra dhe Beni, noshta edhe Danja i ka bani gja, por inshallah do hapin ata varre, edhe ndash Zoti nuk janë ata dyja që menohet se mos t'jenë aty mbrana. Por ti brenda vetes beson që asaj nuk i ka ndodhur diçka e keqe atë natë. Se pas 6 muajve ti ke dëgjuar zërin dhe bie poshtë të gjitha kjo. Po. O dita shpirti jem më thot se e kam gjallë. Po më varet qa kushtesh mund t'jetë. Më varet qa kushtesh mund t'jetë. Unë dua që këtu në live me Odetën të përcjellësh një mesazh. Ndoshta mesazh që i drejtohesh institucioneve, njerëzve të cilët mund të kenë djeni për fatin e vajzës tuaj. Odeta, unë i lutem shumë shpejtit që të veprojnë sa më shpejt, e të bajnë kërkimet e tyre, të paktën të pista që është diskutuar për 2 varret që mund të jenë të dyja, na japin një paktën të marrin një lajm. A janë apo s'janë ato 2 fëmijë tanë? Edhe i lutem Zotit, inshallah, nuk është ashtu si thuhet, kuda që t'jetë Nertila, të paktën një telefonat si ku nga ana juj, se mu s'ka kun gjendë ashtu se unë jam Francë. Të japi një përgjigje të thot paktën jam gjallë. Atë duan që të paktën t'jetë gjallë. Nga ne nuk ka asë një pengesë, Odeta. Asë një pengesë. Se Tila, nga unë, nga familja nuk është pus të kur.
ka pas një dashuri shumë të madhe për ne. Sidomos herë për mu sidomos herë. E për vajzën, unë e mesha Dajanën 2 ditë në shtëpi, e më thote, ma bjerë vajzën, mami thote se s'm ka zanë gjumi ta natën. Jo 3, tila 20 vjetë, pa komunikim me vajzën e vetë. E me familjen e vetë. Kështu që i bëj thirrje gjithë shqiptarëve ku që jam. Ku dëmë që ta shohin Ertilën, si ku një telefonat anonime ta japi për ndodhin e saj ku është. Si ta që tjeto dita, do t'i pranojmë. Si e dekme, si e gjallë, paktin t'a dim. Qoftë sa gjallë, qoftë edhe për ne, qoftë edhe për vajzën e vetë. Në qoftë sa vdek, paktin t'a dim, ta qojmë një barë, t'i qojmë i të flule. Ta qajmë si gjithë njerëzit. Të kuptoj Lumie. Uroj të zbulohet sa më shpejt e vërteta e vajzës tuaj Ertila Osmani. Unë të falenderoj që të pata në këtë live dhe të përshëndes nga Tirana dhe për çdo informacione do mbetemi të dyja në kontakt. Inshallah, Deta, inshallah radhën tjetër mund të marrim në lajm të mirë. Përshëndes edhe nga Franca. Ju uroj gjithë stafin që po bani gjithë këtë punë të mirë për gjithë të nanat, për gjithë të bijat e humbura që nuk gjinen sot. Falenderoj. Mirupafshim. Mirupafshim Deta, gjithë mira. Mirë, dëgjuam në të rrëfim zonjën Lumie, e cila tregoi momentet e fundit që kishte me të bijën me Ertilën, e cila pas konfliktit që kishte me bashkëtuesin e saj, babain e fëmijës, ajo është larguar dhe dyshohet se është takuar me shoqen e saj të ngurë Sonila Kureziu, që në ato kohë kishin konflikte dy shoqet, por janë pajtuar dhe dyshohet se të dyja janë larguar dhe të dyja kanë humbur. Por çfarë ka mësuar nëna e Sonila Kureziut, zonja Lirie? Ajo është e smur, ndodhet në shtrat, por kërkon të jetë këtu në live me Odetën për të treguar momentet e fundit që pati me të bijën, çfarë dyshon ajo. Kështu që e hap dritaren dhe ftoj me njëherë zonjën Lirie Kureziu. Lirie, përshëndetje. Përshëndetje dhe ma. Si ke qenë me shëndet? Nuk jam mirë. Jam vëzi porlik se jam vëzi shtrik të më kravat. E shikoj, në pamundësi për të takuar të dyja fizikisht, se ti je sëmur nga ana shëndetësore dhe je shtri në krevat dhe jemi të dyja në këtë live, ti nga krevati, unë realisht nga zyra për të folur për vajzën tënde Sonilën. U boj një kohë shumë e gjatë që ju ende s'keni marrë asnjë lajm, asnjë informacion për Sonilën. Si gjo. E dashur Lirie, unë desha të pyesja ty pikërisht për të kujtuar dhe njerë momentin se si u zhduk vajza juaj. Çfarë zbuluat ju ato ditë që është shumë e rëndësishme dhe kryesore? Ajo, po pinte një kafe aty me mu ke puna imi që punosha unë. Ishe bashkë me motorën e vetë, Rominën. Edhe unë rejtën, erdhën ke unë edhe më thanë të dikimi qik mami se më kërkoj një shok, thanë. Mirë, thash, mos të vënoni, thash. Edhe prit se po vine s'ka. Kur aty ka qenë dëshmitare, Romina, gota vogël, ishte bashkë me gocën e vogël. Edhe si stregon Romina ka qenë dëshmitarja okulare e ngjarjes. Po, si stregon Romina, i kisha thonë kë Dani që hajde qik i kisha thonë që do të takoj. Mi po, Ertila i kishte bo telefon Dani, se kështë qenë mërzitme. I kështë bo telefon që hajde takojmi se janë shumë mërzitme pimi kafe. Bëhet fjalë për mikun e saj Dani që ishte nga qyteti Durrësit, mos gaboj. Durrësit. Edhe i thot që janë shumë mërzitme, i kështë thonë Ertila, po du që të më marrë Sonilën në telefon. Po mos i tregoj që jam unë, se nuk vjen, po t'i thu që jam unë. Sepse të dyja shoqet në ato kohë, Ertila me Sonilën nuk flisnin. Nuk folshin. Po, kanë pasur probleme, konflikte. Po, dhe ka qenë Dani që i ka bashkuar dy shoqet. Po, edhe i thot Dani, i thot Sonilës, hajde i thot se
do pimi kafe. Më këje i thot Sonila, jam me filanën për i shoqen e vetë. E mirë, shkon Sonila me gjithë Rominën atje, edhe i gjenë Ertilën. I thot Danit, i thot, pse më gënjeve, i thot, pse më gënjeve që është filanja. Edhe Ertila kështë fillu të luqa. I thot Dani, ulu, i thot Dani. I thot Ertila, Sonila që kështu jam zi me Benin, edhe Me bashkëshortin e saj? Po. Pastaj, ne kishte dash me hik Sonila. Sonila ishte në ret me hik, edhe kështë të në Ertila që ulu, kështë të në Ertila se be mobet. Nese më bëjnë muhabetet të aty. Edhe si shtregon të Romina muhabetet i kishin bo për Maqedoni këta. Dyja. Dania me Romina dhe këto dyja dhe silin Romina në shtëpi. Silin Romina në shtëpi dhe dalin prapë të dyja. U kanë qenë duke i pi kafe, e kam marrë Benin telefon. Kam marrë Sonilën, se Tila s'kishte telefon. Kam marrë Sonilën në telefon, Sonila ja kalon telefonin në Tilës. Edhe në Tila fillon duke e sha Benin, dhe fjallësh. Fjallës nga mazura duke i thonë Benin. Beni i thoshe që ku jeni se të viti u marë. Ajo e shante, ofendante Benin. Ne se hikin këto mo, stilin Romina në shpi, edhe dalim prap të dyja. Ja, sa dalim sa edhe nuk punohemi, ta Sonila, i tha vlajt vetë, ta nuk punohemi do vim shpet. Pritë se po vines ka 7-8 sa ishte ora, e mërë qunin telefon, e thot, ku i, e thot, sajtë shpije, ja e dhe, thot, kjo. Qetëso pak, Lirie, qetëso. Mbështetu rire hat, se nuk dua të Jo, jam mirë. Edhe i thot, bim telefonit s'ka, i vishim prap telefonit, dilte telefoni me, i ra prap quni, në 12 dilte i mëll telefoni, doli quni të e kërku, kisa ne nuk po e gjendëm. Në mjes, në 7 mjesit vjen Beni, ke shpia. Mi po, kur erdi Sonila me Ertilën që të thonë gocën, i thotë quni Ertilës, i thotë, ku e ki Benin, i thotë, nuk është Beni këtu, i thotë, është Maqedoni, i thotë. Ajo, ku të më gënjente. Kur vjen Beni në mjes, i thotë, quni im, thot, po ti thot, këtu i e thot, nuk jenë Maqedoni, këtu jam Orvili, thot, që Maqedoni e po Tila më tha që jenë Maqedoni, po jam Orvili. Po, nuk i di, thot, ato nuk kanë arë shpi, thot. Një gjë këtu i thot, quni, se, bo aki, thot, me pas gishti, thot, ke Sonila, thot, ma e men që ka me të boj, thot. Unë po e kërkoj, thot, Benis, po e gjej, thot. 2 herë gënjeu në Ertila, 1 herë gënjeu Sonila, 1 herë gënjeu qunin. Ishin zi me Benin ato. Ashtë i kishte që kishte me Benin, që do t'a përfshite Sonila në këtë mesele. Që do t'a përfshite, sepse Sonila të shi ra viktime në Ertilës. Aty ka pas shkrujtve. Edhe vikon Beni, lumja s'ka ardhë, shvitime lumja, kam shku, unë ke lumja. Lumja nuk ka ardhë. Unë kam shkut në esme ke lumja. Te nëna e Ertilës. E shpia lumja, si kam thënë, si është puna, këtu nuk i di, thot, lumja, thot. Ertila doli, thot, me Beni, thot, janë zi, thot, janë karamu, thot. Ka taku atë, thot,
Danin, thot, thashun ka taku Danin, thashun dhe Dani, thashun, i ka thirë Sonilës, i ka thonë që hajde se jam me filanin, nuk i ka të regu po në Ertilën. Ka që ishte mua pejti. Pra, Në orën 12, telefonat janë, telefoni është mjëll asaj në orën 12. Si që duket Beni, i ka i qetë ato, i ka i qetë ku janë, i ka marat natë, nuk e di që të them. Nuk e di. Ju dyshimet i keni tek Beni, tek As diskutohet që bashkëshorti i Ertilës, se ndoshta ai mund të ketë bërë diçka të keqe me dy vajzat? As diskutohet që aty. I ka marrë. Dhe se kanë dalë edhe gjithë këta. Dhe më thonë që janë dy gjyllë, dhe më thonë të brastit e Benit që ka bo. Gjithë i dinë. Ish bashkëshorti i Ertilës edhe ai është vrarë një vit më pas. Pa, edhe ai një vit më mrapa. Emri i lakuar në drejtsinë shqiptare, por ju dyshimet i keni tek Beni, se ndoshta ai mund të ketë bërë diçka me vajzat. E dashuririe, dy vajzat, vajza juaj Sonila Kryeziu dhe shoqja e saj Nertila Osmani, të cilat të dyja kanë qenë bashkëpunëtare dhe aktualisht të dyja janë 45 vjeç, humbën kontakte që prej 11 marsit të vitit 2004, pra përpara 20 viteve nga Tirana. Dhe ti po më tregon sot se telefonatën e fundit Sonila e realizoi në orën 7 mbasdite të datës 11 mars me vllajën e saj. I tregoi në cilin vend ishte apo vetëm foli që do vinë në shtëpi? Nuk i tregoi. Vetëm sa që nuk do vënom, ta do vim shpejt. Dhe asgjë. Pastaj telefoni i saj rezultoi i fikur dhe nuk u mësua për fatin e dy vajzave. Jo, ai e kërkoi gjithanë, doli natën të e kërku. E dashur Lirie, u përfol se dy vajzat kishin përfunduar në Divjak. Informacionet të cilat janë diskutuar shumë herë dhe në media. Ju vetë çfarë dyshoni? Aty dyshoj, as bëhet lap që ai ka dorë. As bëhet lap. Nuk bëhet lap. Më ndjesha, ndjeja një parandjese. Ajo ishte shumë e lidhme me familjen. Familja ishte jashtë mas e lidhme me të motrën, me të vllajin. Vetëm gaj, që asnjë tjetër. Se unë kam taku vetë Danin, në Durrës atyre, edhe i mu betuta. Unë stanë gjallë në bota, nuk i busha jo Sonilës, se kishin hongër, kishin pi bashkë, kishin punu bashkë me Danin. A i më betu. Nuk ka shohë, unë sa i qoha në shpita, nuk bromi në shpita, edhe i kam lënë lokal, tha. Edhe jo njësë për shpi, unë i kam lënë lokal, tha, Dani. Vajza juaj e vogël Romina ka dëgjuar atë ditë kur ka qenë në kafene që dy shoqet kanë diskutuar se mund të largoheshin në Maqedoninë e Veriut. E keni menduar se ndoshta kanë ikur vetë me dëshirën e tyre? Po, të kishin ikë, ato do kishin mëne telefonat në i gjës, as bot lap, ato i ka gjithë Beni atë notë. As bot lap. Po mimi ti, Nertila, ti. Odeta. Ato dy fare që janë qetë, nuk u hapën ato i vitet sa me pa, ka një kufo ma mënena, apo jo. Ka që vështi është më u hapë. E dashur Lirie, është e vërtet që në varrezat e Divjakës janë dy varre pa emra që po verifikohen, por vetëm me një vendim prokurorie lejohet që ato të hapen, të bëhen analiza DNA. Por pas lajmeve dhe informacioneve për dy shoqet, Sonila Kryeziu, vajza juaj dhe Nertila Osmani, që erdhën informacione dhe u diskutuan se ndoshta diçka e keqe ka ndodhur me fatin e tyre, mund të jenë vrarë dhe groposur në dunat e Divjakës, prokuroria ka nisur tashmë hetimet. Prokuroria e Krimeve të Rëndave ka hapur tashmë dosjen dhe dëshmitarja okulare asaj kohe e ka dhënë dëshmin
në prokurori, po bojën e time, unë uroj dhe shpresoj që kjo ngjarje të zbardhet dhe të mësohet e vërteta çfarë ndodhi me fatin e tyre. Kanë qenë vetëm 24 për 25 vjeç në atë kohë. Dhe sot janë 25 vjeç. Uroj të zbardhet kjo e vërtet dhe sinqerisht unë pak më parë u lidha edhe me nënën e Nertilës. Edhe ajo më tregoi historinë, versionin, më tregoi takimin me Danin, takimin me Benin, që Nertila ka lënë një vajzë të vogël, që sot është shëritur. Diskutohet që ajo ato do të thonë nuk kanë diçka sepse është e pamundme që mos bote gjallë ajo për fëmin. Ka e la 1 vjet fëmin aja. është e pamundme. Diskutohet që aty ka dorë Beni. E dashuriria, unë do premtoj që këtë çështje do mundohem ta sjell në fokus shpesh herë për të marrë informacione, lajme, për të interesuar në të institucionet ku kanë vazhduar hetimet, dua të zbardhet kjo histori dhe ju të dy familje, si familja Kureziu dhe familja Nertila Osmanit, ta mësojnë të vërtetën dhe të qetësohen. Por nuk dua të të mbaj gjatë në këtë live sepse e di që je sëmur. Dua një mesazh për te, një mesazh që i drejtohet. Dgjoj këtu, të themi një gjë ti. Që muhabeti i Divjakës, do më thënë që janë ekzekutu, kisha aty, unë e kuptova që ato janë ekzekutu të dyja. Unë nuk kam qasiri bëjt ashtë atyre, sepse ato janë të degur, stiri të bëj aty, stiri e bëj institucioneve, që ta zbardhin sa më shpejt këtë çështje. Thonë 25 vjetë, mos më u gjetë kufomat, edhe në Amerikë kishin qenë, do ishin gjetë. Jo, më këtu mrena për mrena. Pas këtu nuk ka shtetë, nuk ka shtetë, dhe s'ketë shtetë, për isë 4 orë i gjenë. Kufomat ku janë. Unë du ishala pa vdek, dhe më thëmë tu që të pakën të rehatoj. Sa jam gjallë. Unë si nënë. Se edhe unë ditë në mrume i kam. I ati hiku pa morë veshë. Edhe unë duke të më të hiku pa morë veshë. Nuk kam përqime dhe përri. Lirie, mirë, qetësohu. Nuk dua të mbaj gjatë, të premtoj që do bëj të pamundrën, ta sjell në fokus të historisë sa herë të mundem për ta zbardhur të vërtet, uroj të zbardhet sa më shpejt. E dashurie. Inshallah zbardhet. Mirë, të përqafoj dhe të përshëndes. Sepse në kom vetëm për hir të këtij live-i, po duhet të shtrihesh sepse unë e di që je shumë e sëmur. Të shkuara, faleminderit. Gjithë të mirat. Gjithë mirat. Mirë të dashurish, që kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë falenderoj që duat me mua deri në fund të kësaj video. Unë uroj dhe shpresoj që të zbardhet e vërteta 20 vjeçare mes dy shoqeve, Nertila Osmani dhe Sonila Kureziu, të cilat u zhdukën në 11 mars të vitit 2000 nga Tirana dhe dyshohet sipas të gjithë informacioneve që kanë mbritur edhe në familje se vajzat u larguan atë mbrëmje nga Tirana drejt Divjakës dhe ndoshta diçka e keqe mund të ndodhur me fatin e tyre. Dyshohet se mund të jenë vrarë dhe mund të jenë groposur në dunat e Divjakës, por ende e vërteta nuk dihet. Ndërkohë që prokuroria e krimeve të rënda këtu në Tiranë tashmë ka hapur një dosje, ka nisur hetimet. E urojmë të zbardhet kjo e vërtet. Nëse dikush ka informacion për historinë e dy vajzave që u zhdukën nga Tirana, qoftë anonim, të lidhet, të kontaktoj në numrin e telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Mirë dashurish, nëse dhe ju keni një histori të tillë dhe doni ta ndani, kërkoni ndihmë, mund të më shkruani dhe në rrjetet e mia sociale. Jam aktive në Instagram, në TikTok, si dhe në Facebook. Këto janë 3 faqet e mia zyrtare ku mundohem çdo ditë jem aktive dhe të lexoj mesazhet që ju më dërgoni, ndërsa këtu lart tek fotoja ime, mos harroni, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite hy live me këto histori njerëzore. Ju falenderoj që më ndiqni, më mbështesni dhe takohemi nesër paradite sërish live.